Unë atë që doja e mora. Po. Ina, që kesi ka qenë personi parë që ka ngacmu të gjitha radhë këtu, po ty nuk të vjen zërmaj? Në regull, që të dojnë, Dani? Thjesht ishe një gomë rezerva, kupton? Nëse e thua ti, ashtu Si nuk të vjen turp, do me thënë si femër që je, realisht, Okej, ta mendon se unë bje prej provokimeve të tua, vetëm kaq më thuaj. Po ai ka thonë nuk bëj qefet e mia me atë. Ai e ka thonë troç. Greta, të pyes sinqerisht, a mendon se unë bje prej provokimeve të tua? Nuk janë provokime, janë thjesht fjalë që kur të dalësh do të shikosh shumë mirë. Po dhe të sqaroj me Kesin. Ti nuk je kërkushit të shpikësh në emër të Kesit dhe të më drejtosh mua. Jo, nuk shpik fare në kamerat, edhe shko kërkoj nëse don, që ai bë vetëm qefet e veta me ty. Bën vetëm qefet e veta me ty. Bën vetëm qefet e veta. Ti nuk je askush për atë dhe nuk je askush për ne në këtë shtëpi. Nuk je asnjë lloj vlere për ne. Je zero. Je person. Çfarë duhet bëjë ndonjë çaj? Asgjë, po pra, vetëm këtë po bën. Po hambu edhe po fle gjumë. Po çan, po pra po çaj. Më kanë thënë që do dal nga shtëpia. Po, jo mi zemër edhe nëse largohem. Nuk e vendos në juaj para punës, se vendos publiku dhe nëse publiku nuk do të më shikojë të unë prishe sfidën atëherë? Pse prishe sfidën? Jo, pse më kanë thënë që do dal nga shtëpia. Bëra unë kështu? Po, si bebe. Ashtu je, kupton se vetëm llastici, bën si llastici. Ti po më imiton mua? Po. Okej, bëj. Nëse ti je fenomene, normal se është karakteri jot, por dihet ajo. Ska Ti ke çmend dhe grimin kur vjen edhe Florin edhe gjithë.